Përshëndetje. Sot po përgatisim një recetë tjetër të iftarit, receta ekonomike dhe shumë të lehta për t'i përgatitur. Shikojmë videon. Së pari në tigan hedhim pak vaj. Pastaj këtu shtojmë 2 qepë mesatare të cilët i kemi grimcuar. Pra i kemi ndarë në pjesë të vogla. Vazhdojmë i përzim pak për 2 deri në 3 minuta, derisa qepët të fillojnë të zbuten pak. Pastaj, këtu do të shtojmë mishin. Gjithsej për këtë recetë na duhen 500 gram mish të bluar. Qepët dhe mishin i kavërtisim bashkë. E pastaj do të shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Këtu unë do hedh 1 lugë kafeje me vegetë. Një lugë kafeje kryp, gjysë luge të çajit piper i zi. Vazhdojmë i përzim pak tani që të thithin kripën dhe përbërësit që ja hedhëm për të vazhduar pastaj dhe shtuar orizin. Për këtë recetë unë po përdor 1 gotë oriz, të cilën paraprakisht pra orizin, siç mund ta shikoni, e kemi pastruar mirë dhe pastaj e hedhim tek mishi. 1 gotë oriz. Vazhdojmë edhe e përzim që të kavërdiset edhe orizi pak për 2 minuta, e pastaj vazhdojmë dhe shtojmë në fund edhe biberin e koq, për t'i dhënë një ngjyrë pak më të skuqur. Shtojmë tani 3 lugë të çajit piper i koq. Vazhdojmë me përzim dhe pas disa minutave e kemi gati mbushjen që na nevojitet për specat. Tani orizi është gati. Vazhdojmë edhe i pastrojmë specat. Së pari, pra specave ja largojmë farat. Pasi që më pari kemi pastruar me ujë mirë, tash ja largojmë bishtat dhe farat, e pastaj do fillojmë edhe do i mbushim. Për këtë recetë unë po përdori gjithsej 6 speca, si këto, ose dollma të njohura, dhe pastaj vazhdojmë secilin spec e mbushim mirë. Pasi specat i pastruam mirë, vazhdojmë edhe i mbushim specat me orizin dhe mishin e bluar. E pastaj të gjitha do i vendoj në tepsi. Vazhdojmë dhe me specat tjerë, siç mund ta vëreni unë kam përzgjedh edhe specat të bardhë, pra jeshil, po edhe të kuq, kështu për t'i dhënë një ngjyrë pak gjellës. Pasi që të përfundojmë, të gjithë specat i vendosim në tepsi. Dhe tani, pasi që i kemi lanë kështu në tepsi, unë vazhdoj edhe përgatiti edhe ujin me të cilën do t'i mbulojmë specat, sepse këto dollma ose specat duhet që të zihen. Tani vazhdojmë dhe në këtë inën këtu, unë do hedh 1 lugë të gjellës pure domate. Shtojmë ujin, 600 ml ujë, pastaj 1 lugë të çajit vegetë dhe pak piper të zi. E përzim pak me lugë që të tretet edhe pureja e domateve dhe në fund unë këtu hedh edhe pak vaj.
Këtë përzierje që e përgatitëm do e hedhim mbi specat e mbushur. Vazhdojmë dhe hedhim mbi speca. Specat e mbushur i shti në furrë të parangrohur në temperaturë 200 gradë dhe gjatë zierjes ose pjekjes do t'i rrotullojmë. I leni për 15 minuta 20 nga njëra anë e pastaj përsëri do i rrotulloni nga ana tjetër. Tash po vazhdoj me recetën tjetër. Këtu kemi krah pule, 1 kg e 300 gram. Dhe krahët e pulës do t'i pjekim në një mënyrë shumë speciale. Vazhdojmë edhe i hedhim në një inë më të thellë. Këtu do të shtoj për afërsisht 50 ml vaj. Pastaj këtu do të hedhim një lugë të çajit kryp. Një lugë të mesme vegetë. Hedhim edhe një lugë, 2 lugë të gjellës, pure domate. Hedhim edhe biber të kuq, një lugë të çajit. Dhe gjys lugë të çajit biber të zi. Gjithashtu këtu do të hedhim edhe mjalt. Një lugë të gjellës. Të gjithë përbërësit i përzim mirë me lugë që krahët e pulës të lyhen me këtë përzierjen që ne sapo i kemi hedhur tek mishi. Mishin është mirë për shembull ta leni nëse keni kohë që të marinohet mirë, por nëse nuk keni kohë atëherë drejt edhe në tepsi. Tash do të vazhdojmë edhe mishin do ta rendisim në tepsi. Tepsien unë e lyej me pak vaj. E pastaj i rendisim kështu mirë të gjitha krahët e pulës. Ju them vërtet se kjo recetë do bëhet e juaja e preferuar, pasi që krahët e pulës do të marrin një shije shumë të veçantë. Të gjithë këto përbërës që ne i kemi hedhur te krahët e pulës e bëjnë mishin shumë më të shijshëm. Tash të gjitha me rend kështu po i renditim në tepsi e pastaj mishin do i pjekim në furrë në temperaturë 200 gradë, derisa mishi të pjeket mirë, mjaftueshëm. Por para se ta pjekim, do hedhim edhe këtë përzierjen këtu, që ka ngelur pra në fund të inës, e pastaj mbi do i vendoj edhe letër për pjekje, që mos na digjet mishi gjatë pjekjes, por të piqet ngadal. Dhe nëse ju do ta provoni këtë recetë, besoni që të gjithë do ta pëlqen. E gjithë familja juaj do të ndahet shumë e kënaqur. Mbi mishin kam vendosur letër për pjekje, të cilën paraprakisht e kam lagur mirë. Edhe tash në furrë në temperaturë 200 gradë. Pasi që është pjekur mishi mjaftueshëm, unë ja largova letrën edhe e lash 2 minuta në furrë në temperaturë të njëjtë që të skuqet pak mbi. Tani të gjitha i kemi gati edhe duhet vetëm t'i servojmë. Vazhdojmë edhe i servojmë në pjatë. Pra specat mos harroni që gjatë zierjes në furrë duhet që t'i rrotulloni, për shkak se unë kam përdor këtë lloj të specave që janë të trashë. Edhe kështu duhet patjetër t'i rrotullojmë gjatë pjekjes në furrë. Kështu që edhe lëngu është të trashur mjaftueshëm. Nëse lëngu nuk ju trashet kështu, mundeni lirisht që tepsien ta vendoni në fund të furrës, pra në fund të furrës së shpëritit, edhe të presni derisa të shteret i gjithë uji. Tani vazhdojmë edhe e servojmë. Vërtet kjo është një recetë shumë e mirë edhe shumë speciale, pse jo, receta të lehta, të cilat mund t'i përgatesni për familjet tuaja dhe sigurisht në kohë iftari. Vazhdojmë tani, servojmë edhe mishin. Të dashur miq, kjo ishte receta që unë e kisha përgatitur
për ditën e sotit. Shpresoj se edhe kjo recetë ju ka pëlqyer. Nëse do e përgatesni, ju bëft të mirë. Nëse receta ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni një like. Deri në recetën tjetër, mirëmbëjtje dhe sigurisht për t'i dhënë një ngjyrë pak më të mirë, unë I hedh edhe pak majdanoz. Mirëmbëjtje.